Është momenti I Meri Gjinit, mirë mëngjes, dashur, mirë se vjen. Mirë mëngjes. Sot për herë të parë nuk ishim në një linjë. E di pse Meri, sepse unë do thosha Meri Gjinit, Surjani do thoshte parashëgimin e muajit maj, jemi entuziast. Në fakt për majin duhet jemi entuziast, sepse është muaj I fundit I pranverës dhe është muaj që na lidh me verën dhe po të mendosh ngjyrat që do ketë dhe temperaturat që do ketë, duket sikur do jetojmë verën pak më përpara se zakonisht. Ndryshimi kryesor I muajit maj që me zor e pres edhe unë gjithashtu, është dalja e Saturnit tek Peshqit, provizorisht në fakt, por të paktën gjatë verës nuk do e kemi Saturnin tek Peshqit, do të bëhet futja tek Dashin në hyrje të drejt për drejt me Neptunin, kështu që do të marrim një shije goxha konkrete në fakt dhe të ndjeshme se çdo më thënë Saturnit e Dashit dhe Neptuni tek Dashin në një formë apo në një mënyrë apo në mënyrë tjetër kanë një lloj, do të kenë një lloj sinkronizimi me njëri tjetrin që siç folëm kur hyri Neptunit e Dashit që kishte lidhje përveç me fantazinë, imagjinatën, atë pjesën e idealizmit, filozofisë, besimit fetar, tematika me besimin fetar, do të përforcohen nga ky Saturn, duke bërë që të jetë më e qartë edhe mënyra kaq egocentrike do të thosha ose imponimi I karaktereve të forta se unë kështu dua, pra ka një lloj zhveshje ose unë përdor një fjalë goxha të rëndë në fakt me veten time, e vrasin politikën, e vrasin ideologjinë, e vrasin atë pjesën e politikisht korrekt. Pra, duket sikur politika në kuptimin jo vetëm të politikës, por gjuha, etika e komunikimit do të zhvishet nga çfarë duhet të ruajmë. Dhe kjo e bën ndoshta pak të ashpër në dëgjim, por e bën pak më të drejt për drejt. E kupton tjetrin siç është dhe e pëlqen, e pranon apo se pranon, është zgjedhja jote, por në dëgjim sjell një lloj nervozizmi dhe agresiviteti, të cilët nuk e nxjerrim tek njerëzit që duhet, pra nuk e nxjerrim ndaj tyre, ndaj të fortëve, por zakonisht shoqërohet me një lloj mini agresiviteti në këto grupimet e vogla tona ose tek më të vejtrit tanë. Gjithashtu, ajo që do të jetë e ndjeshme gjatë majit, në fakt pa ardhur pjesa e verës tamam, do të fillon të diskutohen shumë për pjesën e ujit dhe ujrave në përgjithësi, por njëkohësisht me rëndësinë dhe problematikën në të njëjtë kohë. Por gjithashtu do të kemi diskutime shumë të mira për individ të veçantë që do të kenë zhvillime të forta. Pra, individualiteti dhe fuqizimi I unit në çështjet e zhvillimit praktik të tyre, pra me biznes apo me ide apo me gjëra të rëndësishme, do të jetë një shije mirë në fakt e kësaj hyrje. Nga ana tjetër do të flitet për ju që keni interes brezi I ri, do flitet jo për jetë në planet të tjerë, jo për zgjerim të hapësirës, jo për shfrytëzim të hapësirës, pra do të kemë mundësi ata që do të vazhdojnë të ngulin kënd të jenë iracional, të vënë në punë fantazinë dhe imagjinatën e tyre. Pjesa tjetër pastaj, duke qenë që nga dita e sot me Venusin e kemi të Dashi dhe që në ditët e para është në hyrje të drejtë për drejt me Neptunin, është një moment dhe pjesa e parë e muajit ka ngjyrat e erosit, pasionit, të pjesës sociale më hiperaktive, pra ka ngjyra shumë të bukura fillimi I majit dhe duke qenë që shoqërohet edhe me hënën në mbushje, pra kemi gradualisht hëna do të vazhdoj ciklin e vetë sa të bëhet e plot në datën 12, na jep mundësira që ato idetë që kemi pasur për zhvillimet të zhvillojmë të përshpejtuara në pjesën e prapë për dashuria, ekonomia ose çështje që përkasin lekut do të jenë tematika të fazës së parë të muajit, por për mirë në fakt një pjesë e mirë mund të gjej edhe zgjidhje. Nga fundi I muajit pastaj do të ndryshojë atmosfera dhe do të ndryshojë me atë pjesën e riorganizimeve të agjendave personale. Pra në pjesën e parë do të vazhdojmë të jemi në riorganizime të grupimeve, ndërsa në pjesën e dytë janë më individuale dhe më personale. Lëvizja tjetër është pjesa e Mërkurit, I cili do të kalojë tek Demat datën 11 dhe gjithë do ta bëj pak më të mirë organizuar agjendën e gjithë secilit individualisht, por nga ana tjetër mos harrojmë që ky Mërkur do të bëhet sa më shumë I afrohemi fundit të muajit, do të bëhet bashkë me Uranin, gjithë do të duhet jemi shumë
po shumë të kujdesshëm me atë agresivitetin që fola në fillim, sidomos në ambientet familjare, sepse vazhdojmë që të jemi në të detyruar të transformohemi, por jo në koherencë me dëshirën. Pra, vazhdojmë të refuzojmë të pranojmë ndryshimet në të cilat jemi të detyruar të futemi. Konkretisht për shenjën e Dashit, një muaj plot pasion, plot ngjyra, hiperaktiv në fazën e parë, me zhvillime shumë të mira në pjesën praktike tuaj dhe me detyrime ekonomike të cilat i zgjidhen lehtësisht për shkak të bashkimit të Venusit me Neptunin, sidomos ditët e para të muajit dhe sidomos për të lindurit në ditët e para të shenjës, që jam me sigurt që do të rezultojnë edhe më të favorizuarit në drejtim të dashurisë në pjesën e majit, ndërsa për sa kohë është Mërkuri aty, pjesa sociale do të vazhdojë të jetë me ritme të përshpejtuara, ndërkohë kur Mërkuri të kaloj tek Demat bie pak ritmi, por që gjithsesi jo vëmendja juaj. Ju do të vazhdoni të jeni në qendër të vëmendjes dhe duket sikur në pjesën e fundit të muajit shpeshherë do ta gjeni veten sikur jeni shpirti i shoqërisë, shpirti i grupimit. Me Marsin tek Luanët prioritet, pavarësisht ngjyrave që mirë bëjnë që do të shijojnë, do të duhet të jetë prioritet puna, sepse kanë një trekëndë shumë të bukur të Mërkurit tek vetja me Jupiterin te binjakët, nisur që nga mesi kësaj jave do të vazhdoj Marsi deri në fund të muajit, po te Luanët që do të bënte mirë që të vazhdonin të kishin prioritet zhvillimet në drejtim të karrierës dhe të punës së tyre. Fizikisht në fakt, pavarësisht se do të kenë Saturnin në fund të muajit, do të ndjehen mirë, pra do të rezultojë si status në fakt, ose si përvecim më të mirë të emrit të tyre. Nuk do të rezultojë keq ky Saturn, të paktën për stilin e verës që do të jetë provizor. Vimi tek Demat. Kanë Uranin me vete, do të shkoj aty edhe Mërkuri në datën 11-12, cikli honor që nisëm ishte po të Demat, gjë që bën që prioritet të ngelet pjesa e riorganizimeve të duhura në agjendë për sa i përket lëvizjeve praktike. Ajo që do të jetë ndryshe këtë muaj, nga muajt e parë të vitit, do të jetë që minimalisht do të kenë dakordsi ujdira. Një pjesë e tyre do të kenë edhe firmosje të rëndësishme në shërbim gjithmonë të stabilitetit që ata e kanë kaq shumë të nevojshëm dhe që po luftojnë që nga 2018 për të patur të stabilitet dhe qëndrueshmëri në agjendën e tyre. Në pjesën e parë me Venusin në hyrje të drejtë për drejtë me Neptunin, do të ketë entuziazëm, do të ketë edhe lëvizje para pas të pjesa emocionale, megjithatë ngelet prioritet qartësimi dhe në këtë drejtim, pra dhe në drejtimin emocional do të duhet të jenë në të qartë. Shumë pak kujdes me shëndetin e vetëm për ditët e para të muajit, jo më pas. Më pas do të jenë shumë të lehtësuar, gjithashtu edhe pjesa e lëvizjeve, udhëtimeve do të jetë pjesa e agjendës për muajin maj për të lindurit gjatë shenjës së Demave. Vim të binjakët, të cilët Jupiteri është në hyrje trekëndore me Mërkurin pak pas 3-4 ditësh, gjë që e bën të mundur që të shënjojë të paktën për një javë resht, nisur që nga mesi kësaj jave deri në fundin e javës që vjen, pra e bie diku në 10 ditë, të kenë mundësira që të nisin ujdi apo të bëjnë diskutime apo të marrin vendime të rëndësishme. Edhe njerë, ky Jupiter do të qëndrojë tek binjakët deri në datën 9. Pavarësisht se situata e tyre ose mënyra se si e shohin veten në raport me çështjet praktike mund të duket pak jo e qartë ose mund të vazhdojnë të kenë pasiguri, është shumë e rëndësishme ato vendimet e rëndësishme praktike, ndërim puna apo biznesi apo investim shtëpie, çatije, apo të ndajnë idenë, apo të aplikojnë për projekte, apo të aplikojnë për gjëra që janë vërtet shumë të rëndësishme për ta, të marrin guximin dhe ta bëjnë, sidomos mesi kësaj jave, sepse koha po vrapon dhe në momentin që Jupiteri do kalojë tek Aforia, e vetmja gjë që do të kenë është thjesht të korin ato çfarë kanë mbjellë. Kështu që nëse kanë arrinë të mbjellin mjaftueshëm, do të korin mjaftueshëm. Kështu që duhet shfrytzuar maksimalisht. Ndërsa për sa i përket Venusit dhe Neptunit duket sikur indikon pak në buzëqeshje ose në jetën sociale, por jo kaq drejt për drejt në raportet personale apo erotike të tyre. Pak shumë pak kujdes akoma me fizikun e vet, sidomos të lindurit në 10 ditëshin e fundit të shenjës, sepse gradualisht sa më shumë i afrohemi fundit të muajit me largimin e Saturnit, të jenë të sigurt që çfarëdo lloj problematikash që mund të kenë pasur shënojnë mbylljen e një kapitulli për të shkuar drejt zgjidhjeve përfundimtare. Kështu që edhe me shëndetin të lindurit në fund, do të ishte mirë të vendosin prioritet në agjendë, të organizojnë takime me doktorët për ta zgjidhur dhe për ta lënë pas. Kalojmë tek Aforia.
Marsi tek Luanët, Saturni do të vazhdoj tek Peshqit, Mërkuri në hyrje trekëndore me Jupiterin, tek ata. E sigurt është që do të ndihen më entuziast, më energjik dhe çuditërisht, pavarësisht se prilli nuk është se mbaroi keq, por nuk është se ishte i qartë në zhvillimet e veta, pjesa e parë e majit do të shoqërohet me ka një lloj ndjesie që duhet ta marr, duhet ta arri, duhet ta bëj, pra ka një lloj ndjesie të kësaj gjëje në drejtim të çështjeve profesionale. Dhe në një mënyrë apo në mënyrë tjetër, edhe do të kenë një lloj presioni dhe ndaj bashkëpunëtorëve apo ndaj njerëzve për të marrë maksimumin asaj që mendojnë në drejtim të karrierës. Dhe mirë do bëjnë në fakt, duke menduar që lëvizjet, zhvillimet, diskutimet do të vendosen gjatë majit deri në datën 25, sepse nga data 25 Saturni do të kalojë tek Dashi, gjë që do të bëjë që çfarë kanë diskutuar, sepse më pas bëhen më të ngurta gjërat dhe bëhen më statike, gjë që nuk është për shumë pjesë e natyrës së vet. Gjithsesi presin Jupiterin qershor, kështu që më dëgjojnë apo nuk më dëgjojnë, zhvillimet apo iniciativat e tyre do t'i marrin. Ndërsa në drejtim të dashurisë nuk është se janë keq, por në pjesën e parë duket sikur nuk ja kanë Terezin apo nuk ja kanë kohën, ndërsa do të ndryshojë totalisht me kalimin e Mërkurit tek Demat, por dhe sa më shumë i afrohen fundit të muajit, aq më shumë do të ndryshojë atmosfera edhe në lidhje me Erosin. Të privilegjuar në zhvillime të forta do të jenë që në javën e parë të lindurit në ditët e para të shenjës. Kalojmë tek Luanët, me Marsin tek Vetja gjithë muajin, deri në fillime, deri në 10 ditën e parë të muajit qershor, në një hyrje të fortë dhe pozitive me Mërkurin nga Dashi, bën të mundur që lëvizja, diskutimet, sqarimet, pjesa e zgjidhjeve të çështjeve të familjes së tyre, çështje pagesash, çështje detyrimesh, përshpejtohet dhe zgjidhet. Do të thosha dhe me lehtësi për një pjesë të mirë dhe sidomos për të lindur 10 ditën e parë. Ndërsa në brendësi të muajit me Mërkurin tek Demat, duket sikur kthehet prioritet statusi tyre ose emri tyre. Në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër, të gjithë luanët do ta gjejnë veten ose për të mbrojtur emrin e tyre, ose për të lartësuar emrin e tyre, ose për të punuar për PR-in e tyre. Pra duket sikur statusi social del prioritet dhe del shumë më tepër nga çështjet që përkasin familjes. Gjë e çuditshme kjo për luanët, por megjithatë do të vendosin emrin përpara se sa të merren me detyrimet familjare, të cilat janë të pashmangshme në fakt, edhe pse mbas datës 25 të majit do të dalin prioritet, do të marrin zgjidhjen e tyre. Gjithsesi rezulton muaj që ka lodhje, që ka ndryshimet imponuara, por ka shkëlqimin e vet, ka produktin e vet. Përsa ko Marsi është aty, sado që të lodhen, rezultati në fund do t'i bëjë që të ndihen të lumtur dhe mirë në raport me suksesin e tyre. Vim tek Virgjëresha. Virgjëresha në një pozicion të rëndësishëm do të thosha të hyrjeve planetare, por që për fazën e parë, të paktën deri nga data 25, do të vazhdojnë të merren me të njëjtat impenjime që janë marrë edhe për gjatë prillit, edhe pse në pjesën më të madhe, pikat mbi i apo kontrata, konkretisht kontrata, do të firmosen në 10-11 ditën e parë të muajit maj. Pra kanë përmbyllje apo vendosje përfundimtare ose ujdi përfundimtare, por kam bindjen që një pjesë e mirë e tyre do të ketë firmosje. Nuk e di për çfarë, por shumë e rëndësishme për të lënë pas këto pikpyetjet, streset e vjesht dimrit, sepse duket sikur problematikat që do të mbyllen në 10 ditën e parë të muajit maj kanë nisur që nga fundi i vjeshtës të vitit që kaloi. Kështu që avash do ta ndjejnë veten të lehtësuar, do të ndjejnë klimën verore, do ta ndjejnë atmosferën dhe kjo do të duket edhe në mënyrën se si do të ndjehen në raport me emocionet e tyre. Në fakt, kam bindjen që për Virgjëreshën, pavarësisht vendosjes planetare, do të rezultojë një muaj shumë i rëndësishëm. Një pjesë e mirë e tyre, shumë domethënëse si numër, duket sikur do të ndryshojë karrierë ose do të ndryshojë formatim profesional ose sikur do të ketë një lloj vendosje ndryshe në çështje të profesionit. Pra duket sikur mbyll një fazë dhe në pritje të Marsit tek Vetja në ditët e parë të qershorit do të kenë këto nisjet e reja, që do të rezultojnë në fakt
shumë e mbarë pavarësisht dhe thash kështu sepse në fillim në pjesën e parë mund të kenë disi ankth ose pikpyetje ose pasiguri, por në fakt do të rezultojë shumë domethënëse në ecurinë e karrierës së tyre. Ndërsa për sa i përket çështjeve të shëndetit, ndoshta shqetësime të vogla mund të vazhdojnë të kenë akoma, por që largimi i Saturnit nga Peshqit edhe për shëndetin e virgjëreshës apo të familjarëve të virgjëreshës do të lehtësohet jashtëzakonisht shumë. Kalojmë te Peshorja me Venusin përballë, sigurt është që do të shikoheni shumë më bukur nga të tjerët. Me Venus Neptun, ata që kanë pasur problematika në familje, duket sikur do të zgjidhin me lehtësi, ndoshta që në pjesën e parë të muajit. Ata që kanë pasur pikpyetje në çift, duket sikur do të afrohen shumë. Me lojën e flirtit do të jenë të privilegjuar vetëm të lindurit në fillim të shenjës, ndërsa të tjerët do të vazhdojnë që të jenë në social, aktiv dhe në lëvizje. Kur Mërkuri të shkojë tek Demat, ndoshta do të duhet të mendoni dy herë për sa i përket lëvizjeve, sepse kam bindjen që do të dali prioritet të çështja e karrierës, sidomos për të lindurit në 10 ditëshin e qendrës së shenjës, por dhe të tretën. Ndërsa për sa i përket çështjeve që përkasin ekonomisë, duket sikur ka një lloj optimizmi nisur që nga dita e nesërme në fakt, por që është një optimizëm që si pjesë të parë mund të shërbej vetëm për heqje detyrimesh, ndërsa në pjesën e fundit jam e sigurt që do të ndryshoj totalisht, do të flas gjatë për verën e Peshores, sepse me Saturnin përballë do të duhet të shfrytëzohet maksimalisht. Kalojmë tek Akrepat. Janë të detyruar gjatë muajit maj të pranojnë ndryshime ose në lidhje me bashkëpunëtorët ose në lidhje me njerëz me të cilën bashkë veprojnë në fushën profesionale të tyre. Ajo që është e sigurt është që tendenca e tyre për të patur ekuilibra si në raportet në familje, si në raport me njerëzit që punojnë, është domosdoshmëri dhe pavarësisht vështirësive do të kenë dëshirën e mirë dhe këmbguljen që cila do që tjetë vështirësia do të përballen, do të zgjidhin me sukses. Pra nuk është se do të mungojnë vështirësitë, por janë të vendosur që do t'i zgjidhin, do t'a çojnë deri në fund. Dhe në fakt mirë do bëjnë, sepse me Marsin te Luanët vetbesimi është në pikë shumë të mirë në fakt, por edhe me Mërkurin te Demat kanë edhe argumentet që u duhen. Mërkuri do të shkojë ballë për ballë tyre, eksaktësisht në datën 12, drejt fundit të muajit do të bashkohet me Uranin. Kështu që edhe nëse nuk marrin guximin për ndryshimet që u duhen në pjesën e parë, në pjesën e fundit ndoshta vështirësi do ta kenë të mundur që ta shmangin. Ndërsa Saturni nga Peshqit lehtëson atë pjesën e humorit të përditshëm. Pra nuk u duhet më që të punojnë të maturuar, me durim, ose atë pjesën që e kanë ndjerë shpesh që u shtyen duke përjashtuar natyrën, sepse nuk është natyra e Akrepit të pranoj shtyri ose vonesa. Kur do diçka, e do në kohën që ai do dhe nga ndonjëherë me shumë kosto, kështu që u mësua të respektoj faktorin kohë. Mësimin e duhur e mori, me largimin e Saturnit do të duhet të funksionojnë më i pjekur dhe më në pjesën natyrale të tyre. Ti prodhojnë dhe ti marrin gjërat në kohën që ata duan. Kalojmë tek shigjetarët, një muaj zgjidhës në çështje që përket familjes, raporteve në çift, por në përgjithësi ka të bëjë me zgjidhjen e problematikave që ka dashuria në kuptimin e drejt për drejt. Qoftë konflikte të vjetra, qoftë konflikte të reja, qoftë pikpyetje, qoftë paqartësi, pra nisur që nga dita e nesërme, duket me bashkimin e Venusit e Neptunit, duket sikur kjo del prioritet do të vazhdoj gjatë në fakt, sepse Venusi do dashi do qëndroj pothuajse gjatë gjithë muajit. Më falni. Me largimin e Saturnit në fundin e muajit është një ndryshim jashtëzakonshëm, por shumë i madh tek shija e të përditshme së shigjetarëve, sepse minimalisht do të jenë më entuziast. Në rastin më të mirë të mundshëm, çfarë ngecje kanë pasur me profesionin nuk do të jenë, nuk do të ekzistojnë, nuk do të përshpejtohet shumë ritmi. Dhe kjo ka qenë një shije që i ka lodhur shumë prej më shumë se 2 vjetësh, në të cilën janë përballur me pengesa dhe ngecje, pa qenë jo detyrimisht të anulluara, pra jo ikje nga agenda e tyre, por të ngecura aty dhe pa të paqarta se si do të vejë rrjedha e tyre. Largimi i Saturnit realisht do të shënojë fillimin e verës për shigjetarët, dhe shigjetarët në fakt të lindurit në fund të shenjës do të kenë një favor shumë të madh, sepse disa prej tyre do të kenë zhvillime të jashtëzakonshme nga 25 maj
deri në datën 9 të qershorit. Pra ta mbajnë mend për gjatë largimin e Saturnit nga vetja vet. Ndërsa për sa i përket kujdesit me veten, pak shumë pak kujdes drejt fundit dikur e datës 20-22 në lëvizjet e tyre ose në agjendën e tyre. Pjesa tjetër pastaj është e lehtësuar shumë. Vim të bricjapët, familja, dashuria, ngrohtësia, reatia në ambientet e shtëpisë është shqia dhe ajo me të cilën do të merren dhe do të impenjohen për gjatë pothuajse muajt maj. Dhe është ndryshe në fakt, pavarësisht se nuk do të mungojnë ngarkesat, nuk do të mungojnë ngarkesat dhe detyrimet, por nuk ka lidhje fare lodhja dhe ngarkesa e majt me çfarë shije të lodhshme dhe ezauruse ka pasur fillimi i vitit. Pra do të vazhdojë agjenda të jetë plot, por nuk ka lodhje dhe nuk ka atë sfustrimin që i bënin vetes apo ngarkesën apo ngjeshjen që i bënin vetvetes. Është shumë ndryshe si në shije si në rezultat. Ndërsa për sa i përket zhvillimeve në agjendën e tyre praktike, lehtësues për bricjapin largimi i Saturnit, disi jo shumë komode Mërkuri tek dashi në qetësinë apo në qartësimin profesional, por që edhe kjo do të ndryshoj pasi të kaloj Mërkurit e Demat në datën 11 të muajit maj. Të lehtësuar dhe me çështje që i përkasin ekonomisë pavarësisht të shpenzimeve që nuk do të mungojnë, por gjithmonë do të jetë shpenzime në shërbim të familjes dhe të shtëpisë së tyre. Ujorët. Kalojmë tek ujorët, shumë favorizues Venusi tek Dashi dhe sidomos kur bashkohet me Neptunin në 5 ditën e parë të shenjës, bën të mundur që minimalisht të ndryshojnë si vendosjen, si prioritete, po dhe këndvështrimin. Duket sikur do ta gjejnë veten shpesh gjatë muajit maj, empatikët e zodiakut dhe dhurusët, pra do ta gjejnë veten në ndihmes apo në shërbim apo të japin një dorë njerëzve që duan rreth e qark që kanë nevojë për ndihmesën e tyre. Plutoni do të kthehet në të kundërt javës që vjen, gjë që bën të mundur që çështjet e tyre, sa do të vështira të kenë qenë apo sa do të ngecura të kenë qenë, duket sikur është lehtësues shumë. Dhe në kthimi i Plutonit në të kundërt do të jetë një shije shumë e fortë që në pjesën e parë të muajit. Kujdes me lëvizjet dhe me mënyrën se si do të shpenzoni lekët tuaja, nga momenti që Mërkuri shkon tek Demat. Është hyrë në hyrje katërkëndore, kështu që me komunikimin në shtëpi do kujdes, sidomos rreth datës 20, me shpenzime do kujdes, por rreth datës 20, por njëkohësisht edhe me lëvizjet e tyre konkrete të jenë të kujdesshëm, nuk ka vend në përgjithësi për asnjërin, por sidomos për ujorët rreth datës 20 të muajit për të kombinuar jo nxitimin, jo pakujdesinë së bashku me alkoolin dhe me gjërat e kësaj natyre. Kështu që është shumë pak kujdes, shumë pak ditë kujdes nga data 20 deri nga data 22-23. Vim dhe tek peshqit, që në ditët e para, ajo që do shijojnë peshkut është përmirësimi i ekonomisë. Ose zgjidhja e një çështje të çuditshme, pra jo shumë të qartë, jo shumë komode në lidhje me lekun. Pavarësisht të shijes dhe optimizmit të ditëve të para dhe pavarësisht lëvizjes që do të ketë në shërbim të peshkut, nuk duhet të harojnë që do të duhet të menaxhojnë shumë mirë shpenzimet, se ka si tendencë nga optimizmi momentit të zgjidhjes së një çështje të kalojnë në egzagjerime të shpenzimeve të tyre. Kështu që nuk ka vend, sepse nuk është një muaj i cili ka një lloj stabiliteti, por nuk plotson pritshmërinë e tyre në nivelin që ata e presin te pjesa e buzëqeshjes në lidhje me lekun. Ky është i vetmi kujdes për sa i përket çështjeve praktike të tyre. E dyta është Venusi në hyrje të drejtë për drejtë me Neptunin ditë e para, nxit këtë pjesën sociale, por njëkohësisht i jep mundësi peshkut të mund të diferencohet nga masa nëpërmjet ideve dhe kreativitetit. Kështu që kush nga peshqit ka plane dhe ka gjëra në agjendë që lidhen me artin, me kreativitetin, do kenë mundësi që të diferencohet lehtësisht nga të tjerët. Largimi i Saturnit është ndryshim shumë, po shumë i madh për peshkun, së bashku me mua. Të paktën me pjesën e shëndetit nuk do kemi më përplasje, se kemi një 2 vite që s'po marrim vesh. Kështu që do të lehtësohen shumë me çështje që përkasin fizikut, duke mbyllur shqetësimet që kanë pasur për rreth 2 vite gjysmë. Meri, faleminderit shumë. Unë ju falenderoj shumë, një muaj i mirë. Duket një muaj i mirë, urojmë shumë të rezultojë tillë. Meri, falenderojmë. Është i mirë
po ka lajme të forta. Nisur që në fillim, pra lajme të forta nuk mungojnë, por individin, për grupin, për ne, do të rezultoj muajnë. Meri, falenderit shumë. Në një shkëputje, kthehemi vetëm pas pak.